Të nderuar miq, besoj se tashmë e keni lexuar të gjithë dosjen e prokurorisë shtetit për njërin nga spionët serb, Fatmir Sheolli. Kjo dosje që tashmë është publike në media është alarmi i fundit për shoqërinë tonë para se të bëhet vonë. Serbia, edhe pse ka marrur goditjen e fundit nga ushtria qlirimtare e Kosovës dhe aleanca NATO-s në qershor të 99-s, asnjëherë nuk ka ekur dorë nga Kosova dhe ka vazhduar luftën e saj në rrethonat e reja përmes argatëve dhe pjellës së saj që i ka lënë në Kosovë. Që nga pas lufta, ne, një pjesë e jona, e kemi ditur kush është Serbia, sepse pjesa dërmuese e kemi provuar Serbinë edhe në lëkurën tonë para luftës. Prandaj, shqiptarët veçanërisht gjatë gjithë kohës janë konën të bombarduar nga propaganda serbe dhe për 26 vjet pas luftës kanë vazhduar të merren me vetveten duke akuzuar njëri tjetrin dhe duke mos e ditën se burimet e asaj propagande janë në Serbi. Si ish deputet i Kuvendit Kosovës, kam pas folur në 2017 në seancën e fundit kur kishte mocion për qeverinë, për një çështje për cilën s'kisha pas dëshirë të foli publikisht, por që nuk pata çare pa u inkuadruar për shkak se një gjë e keqe dhe dëmshme që ka ndodhur në Kosovë ka vazhduar për shumë vite dhe për fat keq edhe sot vazhdon të përdoret edhe për poena politik të rrymave dhe individëve të caktuar. Vrasjet e pas luftës. I kam pas reaguar 2 deputetëve të LDK-s, të cilët në seancën e fundit filluan të flasin për vrasjet e pas luftës, Lumir Abdigjikut dhe Vjosa Osmanit, dhe përpara se frazoj vetveten duke i pyetur pse vazhdimisht kur ka zgjedhje i përmendni vrasjet dhe vazhdimisht kur flitni për vrasjet e pas luftës i referoni ose lini me nënkuptue se jenë bon nga shqiptarët duke amnestuar Serbinë. E kam thonë prafërsisht kësaj sepse vazhdimisht kam dyshuar se gjithë ajo që ka ndodhur në 99, 2000, 2001, 2002 e më vonë është e iniciuar, e financuar nga shërbimi sekret serb përmes njerëzve të saj. Në këtë adresim nuk është temë kjo çështje që është tepër e dhimbshme dhe që besoj se organet e drejtësisë duhet mi dhonën përgjigje me një moment. Është në pyetje fushata denigruese e sponsorizuar nga Serbia, e cila ka për qëllim të atakojë vlerat e lirisë Kosovës dhe vlerat e shoqërisë tonë. Atakohen njerëz, organizime politike, lufta UÇK-s, atakohen personalitete kombëtare e fetare, gjithmonë me inicimin e Serbisë përmes njerëzve të saj dhe që për fatin e keq shumë qytetarë të vendit tonë, domethënë kanë ra viktima kësaj propagande. Besoj se të gjithë e dini se në nish të Serbisë është e vendosur qendra e shpionazhit ruse, e cila propagandë jo vetëm për Kosovën, por edhe për Ballkanin në favor, domethënë, të politikave ruse në rajon, të cilët bien ndesh me ambicjet legjitime të shqiptarëve të Kosovës, por edhe me synimet për demokratizim të rajonit nga perëndimi. Unë jam shumë i bindur se ditët që po vinë dhe muajt që po vinë
shumë gjëra do të sqarohen dhe shumë njerëz do të njihen të turpruar që kanë ra viktim e propagandës sërbe dhe politikave sërbe përmes tipave të shehollëve në Kosovë dhe të cilët e kanë bë argatin e djallit duke dëmtuar shoqërinë tonë, shoqëri e re e dalur nga lufta, po me ambicie tepër të mëdha. Ne për shumë vite në Kosovë, përveç shërbimeve të huaja që dyshoj se një pjesë e madhe ende vazhdojnë të veprojnë në Kosovë e që janë në koordinim me shërbimin sekret sërb, njerëzit tanë, njerëzit të cilët jetojnë bashkë me ne në hapësirat tona, nuk e kanë në gjendje me kuptue se çka është duke ndodhur në shoqërinë tonë. Shumë organizatra me qindrat të tilla pas luftës që vendosën Kosovë në emër të gjoja organizatave humanitare e të cilat kanë pasur misione djallëzore dhe të cilat me angazhimet dhe veprimet e tyne i kanë shërbyer Serbisë dhe armiqve tjerë të Kosovës. Këto organizata dyshoj se vazhdojnë të punojnë në Kosovë, mirë po fatkeqësia qëndron edhe më thellë sepse shumë njerëz tanë, domethënë pjesë e këtyre organizatave, dikush me vedije e disa edhe pa vedije, domethënë bëjnë veprime dhe bëjnë propagandë të servuar nga ta që e dëmtojnë imazhin e Kosovës para botës perëndimore. Vetëm një gjë duhet t'ja kujtoj që e dini të gjithë, se me një gazmend familjar, me një dashëm, në fshat apo në qytet, me një familje të vogël apo të madhe, sipas traditës, nashta jo edhe shumë të mirë, ne deri edhe në 5.000 edhe 10.000 euro i qesim të holla këngëtarëve e veçanërisht në regionin e Prizrenit të ponave. Dhe imagjinoni për një gazmend familjar sa janë gjendje me dhonë dhurat, do më dhonë për qefin familjar, e në anën tjetër ajo familje, ai fis që jeton me një lagje e veçanërisht me një fshat të Kosovës merr si ndihmë humanitare nga organizatat e dyshimta, domthon investime përmes njerëzve të caktuar për puse, për ujin e pijes apo për ndërtim e renovim të objekteve shoqërore. Dhe përmes këtyre investimeve ngren reputacionin e individëve të caktuar si humanitar dhe njerëz që po interesohen për komunitetin, e në anën tjetër ata njerëz pas ngritjes së reputacionit në rrethet e caktuara vazhdojnë të bëjnë propagandë që i shërbejnë çarqeve të huaja që dirigjohen dhe orientohen nga Beogradi, për cilën edhe dosja shehollit tashmë kanë zërë ndrit shumë fakte. Unë në fund du t'ju drejtohem gjithë atyre që po mendojnë se të mbeteni të pazbuluar. Mjaft me keshpërdërimin e rrjeteve sociale me emra fals, me emra të lagjeve të fshatrave dhe të rajoneve, me simbolet e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e simbole fetare dhe përmes këtyre po i shërbeni domthonjë armikut tradicional të Kosovës dhe të shqiptarëve Serbisë. Do të vini ditë kur të gjithë do të demaskoheni dhe do t'i vi turp para familjeve juaj, fëmijëve juaj, para rrethet ku jetoni.